Paku nuk heton të gjithë këta që kanë zaptuar me falso Bregdetin e Shqipërisë, Flavio. Ky është problemi. Të gjithë këta që kanë zaptuar dhe vazhdojnë ta zaptojnë dhe kanë hedhur në erë, kanë hedhur malet morë, kanë shkatëruar Shqipërinë, po e shkatërrojnë akoma në Bregdet. Domethënë, këtë që i ka bërë Edi Rama me gjithë banditët e tij të quajtur investitor strategjik, Shqipërisë nuk ja ka bërë asnjë pushtues që ka kaluar në këto anë, o Flavio. Ore, arkivi i shtetit nuk e ka prekur askush, nuk arriti të futet duart askush. Dhe Roxha, që ishte bandë kriminale, një bandit, nuk arriti në ato nivele që arriti Edi Rama. Të futet duart të griste për dokumentat ose të futet dokumentat falsifikuar në arkiv shtetit. I retrushoje me Roxha se interesonte për të fshirë foto për shtuar sa jo në një, po jo në nivelet e Edi Ramës, mon. Jo në nivelet e Edi Ramës. Do me thënë, deri studiot janë qokat politike që bën Edi Rama. Di që janë to studiot ku ti vete paguan ato lekët jashtë. Janë korupcioni politik, si ato studiot e arkitekturës, pra që bëjnë këto... Kryemreja, që ka njohur në për Shqipëri. Janë qokat politike, studia belge. Di që është studia belge, porti që i thoshë Rama për Vlorën, është korupcioni që bënde Michel, ish kryeministri i Belgjikës, sepse ajo ishte lidhur me kryeministrin, ose Voltalia në Shqipëri. E di që është Voltalia, i ka dhënë 200 hektar tokë ju Karabasta, një kompani është e lidhur